Ndjesia se po të përcjell dikush është ndjesi e mirë, është ndjesi pozitive. Mirë, po ndjesia se je në vëzhgimin e krijuesit, kjo është edhe më e mirë, sepse ty të bën të matur, sepse ty të bën njeri që nuk ngutesh me bo veprime të këqija, sepse je në vëzhgimin e krijuesit të gjithësisë. Allahu është vëzhgues i gjendjeve tona, është vëzhgues i detajeve tona, është vëzhgues i zemrave tona, i lëvizjeve tona, madje Zoti i Madhreshëm është vëzhgues edhe i qëllimeve dhe njetëve tona. Pra Allahu na vëzhgon edhe kur bojmë punë të liga, mirë po Allahu na vëzhgon edhe kur bojmë punë të mira, vepra të mira, me çfarë njeti po i bojmë? Apo i bëjmë sa për sy e faqe, apo po i bëjmë për kënaqësinë e Zotit të Madhreshëm. Dhe kur ne të dashur vëllezër besimtar, jemi të vetëdijshëm se jemi në vëzhgimin e Allahut të Madhreshëm, atëherë ne e kemi arritur shkallën më të lartë të besimit. Pra kur ti je i vetëdijshëm se je në vëzhgimin e Zotit të Madhreshëm, e din se Zoti i Madhreshëm është duke të përcjell në çdo detaj. Ti ruhesh prej punëve të liga, por mirë po të njëjtën kohë ruhesh edhe prej punëve të mira. Kur i ban ato punë, sigurohesh që atë punë mi i bë me një të pastër. Kjo është shkalla më e lartë e besimit. Kështu tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha me adhuru Allahun sikur je duke e pa. Sepse edhe pse ti nuk e sheh atë, dije se ai është duke të pa ty.